Një grup arkitektesh, urbanistësh, inxhinierësh dhe piktorësh kanë zhvilluar një takim në Shkodër. Në fokus diskutimeve ishte qendra historike e Shkodrës, plani detajuar vendor dhe rreziku i shkatrimit. Për arkitektin Zefçuni, ky plan i detajuar vendor është totalisht në shkelje të gjitha ligjet e shtetit shqiptar dhe sjellë zhdukjen e zonës historike. Sipas Çunit, kemi të bëjmë me ignorancë, dashakësi ose korrupsion maksimal. Ky plan i detajuar vendor është faktikisht totalisht në shkelje të gjitha ligjeve të shtetit shqiptar. Plani ka ndërhyrë brutalisht duke rrit katet në mënyrë absurde, gjatë që nuk e lejon ligji. Ata janë shpallë në gjendje dhe ligji thotë duhet respektohet mallësia, forma, volumi, detajet arkitektonike që ka. Nuk preket ajo. Qëllëdëmtimi në zhdukjen e zonës historike është për qartë kjo punë. O është ignorancë maksimale, o është dashakësi maksimale, o është korrupsion maksimal. S'ka rrugë të zgjidhen. Po ja lajmë ignorancë. Për inxhinierin Zenepet Ibra, ndërhyrja në zonë historike të Shkodrës është ndaluar me ligj, teksa kujtoi se disa monumente kulturës janë në shkatrim. Fokusi është për shqetësimin që ka lind kohët e fundit, për ndërhyrjen që mendohet të bëhet në zonën historike të Shkodrës, ku me ligj është e përcaktuar që në këtë zonë nuk duhet të ndërhyhet në asnjë mënyrë. Fokus tjetër është shtrim problemin e disa monumenteve të kulturës, që janë në shkatrim e sipër, që mendojmë që duhet marrën parasysh si shtëpia Dan Hasani, shtëpia ku kriju shoqënia Bashkimi, shtëpia Sokolve. Këto ndërtesa duhet të rikonstruktohen edhe të kthehen në objekte si për shembull muzeume ose salla të ndryshme ku zhvillohen aktivitetet e trashëgimisë kulturore në qytetin tonë. Po kështu një problem tjetër që kena vendosur në program është edhe të bëhet një studim për vendosjen e monumenteve të personaliteteve shkodrane në sheshet publike. Gjatë takimit u theksua se nuk ka pasur asnjë dëgjesë publike për planin, ndërsa është miratuar nga kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci.